Çka ndodhi? Pse deri ty ky vendim? Ne sot e kemi pas një takim me krejt operatorët privat, kështu që na kemi ardhur në përfundim dhe e kemi marrë vendim që mi ndalë transportin prej Tanës gjithë kompanitë private. Arsyeja është që nuk u pagunon, që 6 muaj si mi pagunon me kilometër, shërbimin që kemi banon, kështu që 6 muaj janë pa pagunon, do me thonë kompanitë private, janë pagat, janë derivatet e naftës, tash sezoni dimnit e goma, kanë obligime tjera, tatime, gjitha këto, kështu që kompanitë i falenderoj shumë dhe i përshëndes për korajën dhe mundësi që e kanë gjithë deri i tash që kanë mujtë një shtynën me punu dhe i tash. A keni pas kontakte me zyrtarët e komunës së Prishtinës, cilat janë arsyetimet e tyre për këto vonesa në pagesa? Kemi pas kontakte, kemi shuar shkresa kështu, kemi kontaktuar, faleminderit edhe për tynës, mu i me thonë diçka kënë se na kanë pritë sa herë si kem kërku takim, janë konë të hapën ndaj neve, po ata fajnë, do me thonë unë pia hidhen qeverisë. Qeveria po dhe nuk po na alokon mjetet që i kemi 2024-ës, buxheti që aprovun nga Kuvendi Komunal, do me thonë ka mjetet 2024-ës që nuk po na lëshon, edhe të hyrat vetanake. Do me thonë nga qeveria nuk pja lëshon komunës edhe këta po thirën që ashtu edhe ku s'ka pare këta komuna s'ka ka me të pagu. Së që edhe kemi një edhe kryetarën disa herë ju ka bo thirje, do me thonë që mi aloku mjetet, po ata po thirën do farë vendimer që 2025 nuk u aprovu, vanuan e i knej, mirë po në rriga 2025 në rriga, po 2024 kanë mjete, këta po thunë që i kemi dikon 32-3 milion atje, plus ka mjete 2024 që janë në thesar, nuk po na lëshëm, kështu që këta po thirën që qeveria, dhe me thonë Ministria Financav i ka fajet. Po me qeverin, keni pas në kontakt ju, keni shkru, apo keni kërku diçka? Jo, me qeverin s'kemi pas në kontakt, s'kemi shkru, se na i kemi një kontrat 8 vjeçare me komunën, na do me thonë jem partneritet me komunën, kështu që kem nështru kontratën 8 vjeçare për mi kry shërbimet, ata me na pagu me kilometër, kështu që na do me thonë, ata në t'i zgjidhin problemet me zveti. Nisë na interesën në fundit të fundit se ne dojmë paga, dojmë me na pagu mundin që e bojmë, shërbimet që i bojmë. E në fundit janë institucioni këta vetë që do të më mirë vesh, do të më gjithë një zgjidhje me zveti këta. Do të më gjithë një gjutë për bashkë, nësë me la popullën do me thonën, jo veç kompani do me thonë private transportet, po edhe shumë kompani tjera, po ne jemi të interesuar do me thonë për kompani tona, kështu që a ke pa punëtorët e televizionit, do me thonë në 3 kësë, për 20 ditë që s'kanë marë pagë, do me thonë kanë të drejtë e tyna me kërku, edhe po thonë që problemi kanë normal që kanë, anatë që 6 muaj. Që 6 muaj do me thonë operatorët privat dhe kompanitë private e kanë shtynën, të marë borë që të lypën prej kolegëve jashtë, prej mizve, më thatë dajes ati, të hinën kredi për me pagunën obligimet ndaj naftet operatorëve që i furnizojnë, oferdrafte, gjitha këtu, do me thoi në gjinën, që shkanë mujtën, po ka orë një pikë që s'ka ma, s'kanë pare, kur s'ka pare, duhet më nalë, se a i pa pare secë, pa naftë secë. Po, tjetër. Zdi Beshori, ju një drejtari i linjes 7B, cilat janë vështirësitë të cilat përballën edhe një përballë deri tash, edhe që nuk mund të funksiononi pa këto mjete të komunës, nuk mund të gjeneron të hyra vetë kompania, do të thotë, me përmes këtyne bileta? Po, momentalisht, do më thonë, problemi është smadhuar apo u bëhe i padërushëm, marrë për asysh se kemë obligime shumë ndaj fornitorëve. Për shembull, çish furnizohemi na me derivate, domthonë obligime s'kena mujt mi kry, si pasojë asaj që tha dhe parafolsi i Zeti, domthonë që na i ka vanuar pagesat se 6 muaj ditë. Komuna arsyeën e tyne sigurisht e dini edhe jo, po dhe ne disa herë kemi marrë si përgjigje që problemi nuk qëndron tek ne, po tek Ministria Financav. Tek fundit na nuk kem dëshirë më impliku në politikë, marrë parasysh se qëllimi jënë kryesor është na me funksionu si subjekt, edhe mos me pas probleme, dhe më thonë, në gjatë lëvizjes para dhe kontratës që e kemë, dhe më marrveshën kontraktuale me komunën me zbatu.
E si pasoj e kësaj, për pas derivatëve, domethënë kem probleme edhe me paga. Paga s'kemi marrë bashkë mirë që u cek këtë, domethënë edhe të këja për 20 ditë, domethënë është sensibilizu këtë opinionit që nuk kanë marrë paga, na që 6 muaj ditë s'kem paga, edhe kemi shtyje me vështirësi shumë dhe gjenerimi tyra që ka qenë edhe ashtu i cekt, domethënë deri para një muaj dite, ma mirë me thonë pej tetorit, fillim tetorit, domethënë tash momentalisht është i pamundshëm marrë parasysh se janë liruar shumë do kategori, si për shembull nxënësit janë liruar krejt pej pagesës, studentët, edhe kategori tjera të luftës edhe shumë tjera, plus edhe disa kategori që kanë shfrytzuar edhe kuletën digjitale, domethënë për një muaj aplikacionin që ose kanë instalu, ata automatikisht janë liruar pej pagesës, kështu që na s'kena mujt me gjeneru tyra, apo ma mirë me thonë 70% tyra, domethënë është rrallë qarkullimi dhe problemet janë paraqit edhe më të mëdha, edhe pse kanë qenë për mos pagesë, domethënë veç në rrit si probleme. Dëshira e jonë është që kjo që u cek edhe më herët që kemi marrë vendim me ndërprej, marrë parasysh se jo na që po dëshirojmë, po që jem të imponum me ndërprejnë që këto subjekt, apo ma mirë me thonë institucionet, po marrë vesh me zvetit, nivelli qendror me nivelin lokal, që më shiqu kush me të vërtet ka drejt, po me gjithat ne domethënë mi pas qarkullimin edhe me pas obligimet të kryme prej tyne, e këta din ma mirë, na kemi besuar shumë të kryetari që ka thonë që domethënë nuk është problemi tek ne, se edhe tyrat vetanake domethënë na takojnë, na kemi pritë që të bilim pakën që ato dalin, të bëhet transferi tyre pej thesarit tek subjekt, të komuna atë subjekt mandej, po as ajo nuk u kry, tash domethënë topi po huhet herë këtë, herë anej, domethënë tek njëra tjetra institucion, veç mos kesti për kem na, domethënë kena pësu shumë keq. Po, se ti përshur, më tregon linja 7B të cilën e drejtoni ju, cilat lagje i prek dhe sa do të dëmtojnë qytetarë në këtë rast dhe do të në vijën që ju keni qarkullu dhe tani ata nuk do të mund ta frekuentojnë. Cila është ajo që ju e frekuentojnë? Cilat lagje dhe cilat do të mbesin dhe sa do të jetë vështirë kjo për qytetarët që të lëvizin në Prishtinë nëse edhe ju i ndërprerni Thonë drejtën, ne kërkoj falje qytetarëve se pa dëshirën tonë po na imponohet me marrë këtë veprim, sepse mbi të gjitha shërbimin, domethënë ja kemi afruar atëherë kur s'kemi pas nashta qarkullim, shumë më pak edhe kemi pas vështirësi edhe më të mëdha, sepse ka qenë domethënë konkurrencë jo drejt, jo lojale, më herët, dhe në momentin që u bë për 1 janarit, domethënë me kilometra, gjithë kemi qenë gëzuar sepse edhe shërbimet tona janë qenë shumë më të mira, kemi ndryshuar domethënë flotën, edhe pritet edhe me bë edhe me autobusa të ri, po çdo problem që nuk kanë paraqitur domethënë po na shkaktojnë vanesën, në të ardhmen me kry obligimit edhe ne si kontraktual. Ju kërkoj falje shumë qytetarëve, e di që është shumë vështirë, po duhet ata edhe besoj shumica atyre na kanë njoftuar që na ju besojmë, domethënë jemi lëkurën e juve që e keni vështirë, sepse nuk mund asnjë familje me funksionu pa pas tyra, pa pas pagën mujore të paktën. Ne kemi pas, unë për vete personalisht po nisna si kompani domethënë subjekti jonë, si drejtar, jam munue me menaxhue, domethënë që shtojnë pak merë që ato që tek këto që me funksionu të moj shpresë që mos po kryet obligimin ndaj nesh, e mos po lirohemi edhe ne për këtyne furnitorëve që s'po mundna me kry obligimin, po për shumë që është shumë problem.